Përqindra e familje rome dhe egjiptiane në Elbasan përballen ende me vështirësi të mëdha për t'u rehabilituar dhe integruar në shoqëri. Komuniteti rom i vendosur prej vitesh në lagjen në Rapish në periferitë të qytetit ankohet për mungesë të kushteve bazike si infrastruktura, pastrimi, ndriçimi dhe për problemet e vazhdueshme me ujërat e zeza, si pasojë amortizimit të rrjetit. Ata thonë se ndjehen të diskriminuar nga shoqëria dhe të harruar nga institucionet vendore, vetëm për shkak të përkatësisë së tyre komunitare. Duhet të bëhet lagja e asfaltimit, ndriçimit, që edhe kalamajt tonat, kur t'i kalojmë me një buzëqeshje edhe tonat, të afrohet një shok, të afrohet një mësuese, që të shkolloj edhe unë fëmin time, si e shkollon tjetri, të shkolloj edhe unë. Faleminderit. Unë me vërtet dua të ngrej zërin dhe ta ngrej fuqishëm që të dëgjoj bashkia dhe kushdo qoftë tjetër, sepse lagja jonë, e them që në fillim, është e diskriminuar dhe nuk vihet dorë për asnjë gjë, sepse po u futen lagjen tonë, shikon vetëm papastërti, vetëm flera. A nuk është kjo lagja që të vej bashkia një punonjës që të pastrohet ose të rregullohet? Çdo vit problemet e tyre i kanë bërë të ditura pranë bashkisë së Elbasanit, por përgjigjja që kanë marrë ka qenë vetëm heshtja. Aktivisti i lëvizjes rome dhe egjiptiane Ervis Çota dalet e pasojat që sjell mungesa e investimeve dhe vëmendjes ndaj këtyre komuniteteve, duke theksuar ndikimin e tyre të drejtë për drejtë në aspektin ekonomik dhe social. Do patur një infrastrukturë të mirë, ku qytetarët mund të jetojnë ndjeshëm dhe rahat duke plotësuar nevojat bazike, atëherë qytetarët kanë mundësi që të mendojnë dhe për hapat e radhës që do ndikojnë në zhvillimin ekonomik dhe social të tyre. Pra nëse themi që mungon infrastruktura rrugore ku fëmijët kalojnë në gropa të mbushura me ujë apo balë, atëherë gjasa që ata të mendojnë për të socializuar me pjesën tjetër të shoqërisë apo që ata të jetojnë në kushte sa më higjienike, sa më të pastra, kjo është e pamundur. Nëse do bëhet e kundërta, atëherë patjetër që këtyre fëmijëve do i krijohet mundësia që të jetojnë si njerëz si gjithë qytetarët e tjerë, ku nuk do të kenë probleme që sa dalin nga dera e shtëpisë do jenë përballë gropës me ujë apo balës, por sigurisht do jenë të veshur në mënyrë të rregull, nuk do bëhen pjesë, nuk do kenë probleme për kaluar, nuk do ketë probleme edhe për ata të moshuar të cilët janë smur që me zor dalin nga shtëpia për të kryer nevojat e tyre apo për të shkuar për të marrë një vizitë mjekësore, që me zor hyn dhe ambulanca, nëse mund të shprehim në këtë mënyrë, kështu që duke patur një investim nga ana e bashkisë, atëherë sigurisht që kjo përkthehet në një zhvillim ekonomik dhe social të zonës. Kjo situatë reflektohet veçanërisht te fëmijët të cilët nuk po gjejnë hapësira për të integruar në institucionet arsimore, ndërsa shkollat thonë ata po shkojnë drejt segregimit. Dalin kalamajt në shkollë, atje na i ulin kalamajt. Thotë bobo si ka ardhur Harixhiu. Pse tulet Harixhiu? Çka ka Harixhiu? A nuk janë njerëz të Zotit? Po, është e vërtetë që fëmijët tanë nuk u integrohen në shoqëri, sepse janë të diskriminuara, janë rom, dhe ndoshta shkojnë edhe nga pislëku këtu, nga baltat, shkojnë një çik të lagur, shkojnë një çik me balt, me kpucët, dhe shikojnë kështu dhe nuk u afrohen. Prandaj ne ndjem shumë largim nga majoranca, ndjem shumë veçanti fëmijët tanë dhe bashkë edhe ne prindrit e tyre, sepse jemi të ofenduara. Në Elbasan jeton një komunitet i konsiderueshëm rom dhe egjiptian, duke çuar numrin e tyre në rreth 7700 individ, të cilët kërkojnë me shumë vëmendje dhe mbështetje institucionale për të përmirësuar kushtet e jetesës